Pse femnat edhe meshkujt paragjikohen që vendosin mu martu jashtë vendit? Qysh që martohen? Jashtë vendit, i martohen me t'jashtit. Që gjykohen? Po dhe paragjikohen femnat po. se martohen me njerëz Zvicër, Gjermani, ose martohen me një ngjyrë ma tjetër. Po, jo, unë nuk e zon ato që dishka, po du me thonë, shumë kritike. Aja kritika është, po s'është që me thonën dishka shumë për anë shkalujna. Si aja e kombi tjetër, si na, po du me thonë një gjinije. Kur të kthesh me një nënon, unë si baj ato kritika, se pëlqimijat i personit është, po du me thonë. Do me thonë jena këtë barabartë? Barabartë, po, loqë. Po, pse sot po dohen shumë qifte? Po, se pe kaloj një jetë gjatë, pi marrin, po dalë. Edhe tani... S'po martohen shpejt? Po, s'po martohen shpejt, për para nuk o konë qështu, ape del. Unë po duhet edhe një pyetje me ta bo, pse Ferizajlit njën si shumë të pasën? Njën si shumë pasën, e kanë pasën këta, bon stilin e kanë pasë, edhe që ato i kanë marrë pa kamët. Edhe e di që të veç të ju bëhet atmosfera, dhe me thonë t'jashtit keni shumë, dashma... E vërtet është. E vërtet, se të është se cili, po du me thonë që është në jashtë, edhe kur të vinë këtu. A jetoni këtu a jashtë? Jo, valla këtu jetaj. Se keshtë të tona, ma mirë këtu atje? Ja, vetlindja jutë është më e mirë, normal që është vetlindja më e mirë e jutë, ja. A është, ka gja e zhvillume, a u bo e zhvillume, do me thonë, Ferizaje, ose a ka përparu diqka, ose a ka diqka tre që na nuk e dina Prishtinalit? Aha, po me qëto nën të i kalimet, me qëto farë mirë, nuk është keq, për shkak që në banesa pak, unë ngarku pak me banesa, po mirë, nuk ka keq. A paragjikohem na Prishtinalit për Ferizajlive, apo jo? S'ma merë me, se venja juve është pak maj madhe, dhe është kryqytet. Falenderit shumë. Vish kalofshi mirë, hajt, falenderit.